Ne në këto raste, palëve ju kemi njoft drejtën e pensionit të dytë, sepse pensioni i parë tashmë e kanë realizu nga data e ndërprerjes, sepse gjykata ka vlerësu që nuk ka bazë ligjore për ndërprerje dhe nuk qëndrojnë argumentimet, pretendimet e organit administrativ ministrisë të dhëna në vendimet e tyre se për ndërprerje apo pezullim, qoftë në ligjin për skemat pensionale, qoftë në ligjin për procedurët të përgjithshme administrative, nuk janë plotësuar kushtet ligjore që të ndërprehet pensionit të cilin ata ka realizuar. Ndërsa për raste tjera të cilat paraprakisht palët në procedurë nuk kanë pas një vendim të organit administrativ apo nuk kanë aplikuar për pension të dytë, atëherë gjykata ka mundur t'ju një pensionin vetëm nga data aplikimit, gjithnjë nëse ata kanë zhvilluar procedurën administrative siç e parashë ligji për skemat pensionale të organi administrativ, në këtë rast e Ministria e Punës, Transfereve dhe Departamenti i Pensioneve. Gashi ka shpjeguar po ashtu se cilës kategori të dalja nga lufta nuk i takojnë dy pensionet. Dallimi ekziston për kategorinë e veteranëve. Veteranët përbëjnë përjashtim nga kategoritë e tjera të cilat i rregullon ligji numër 04/L054 për statusin dhe të drejtat e privilegjet e dëshmorëve invalidëve të luftës, pjesëtarëve të UÇK-s dhe viktimave civile, sepse ky ligj në dispozitën e nenit 23 të tij e ka përcaktuar shprehimisht të drejtën që përfituesit e këtij pensioni që është pensioni i kategorive të dalja nga lufta mund të realizojnë edhe pensionin bazë në rast se i plotësojnë kushtet ligjore. Ndërsa sa i përket çështjes së veteranëve, ky ligj ka përcaktuar në mënyrë taksative se çështja e të drejtave dhe beneficioneve të veteranëve do të rregullohet me ligj të veçantë. Ligji i veçantë i veteranëve në dispozitat 15, 16 dhe 17 e përcakton që veteranët në rastin e arritjes së moshës së pensionimit kanë të drejtë që ta marrin një shtesë nëse e përzgjedhin pensionin e moshës apo kontribut pagues, e që është më i ulët se sa pensioni i veteranit, kanë të drejtë ta marrin një shtesë e cila bazohet me pensionin e veteranit, mirë po nuk mund t'i marrin dy pensione. Domethënë këtu ne e përjashtojnë mundësinë që veteranit të realizojnë dy pensione, prandaj na si gjykatë këto raste i kemi refuzuar për dallim prej kategorive tjera. Mirë po për këto raste, ai thot se ende nuk ka një praktik të vendosur nga Apeli dhe Supremja. Sa i përket kozgjatjes së këtyre rasteve në gjykatë, gjykatësi Gashi thot se pritet të shkurtohet me krijimin e gjykatës administrative. Derisa gjykata të jetë më efektive dhe ministria të reflektojë mbi këtë drejtë, pensionisti Hajrullah Smakiqi pret të fitojë të drejtën e tij, teksa thot se është maltretuar gjithë këtë kohë. Valloj, të këtë që shumë maltretuar, sepse me unë, se kjo është e luftës, të luftës mund të më navlë kërkush. Kjo në ka falë se, e luftës o 40%. Gato, du të kështë ma shpejt, kështë shkujnë të ma shpejt, tas për më rëgjilë za kanë punë shumë, që apë di jonë. Por a i beson në të drejtën e tij. Pa i valloj, me të shire, kam drejt që s'kam drejt me fitu. Unë se pos drejt, e që se fitojnë, asë kësha në ku. Po di që më ta kësë është të luftës, dëstani luftës, gjithmonë kërkush s'mund të më ta më hu. Ta së viktima civile, syrtore, jetë e njerët është ajo. Ma mendim jam. A i në fund, ka falenderuar Qendrën për Ndihmë Juridike Falas për ndihmën ligjore që i kanë ofruar në këtë rast. I falenderoj shumë që më ka dhënë ndihmë e më ndihmu.